Një ditë zgjedhore, prej orës 7 mëngjesit janë duke mbajtur zgjedhje të pjesshme dhe të parakohshme lokale në 5 bashki të vendit. Kujtojmë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës u anulluan. Top Channel po e ndjek këtë proces në të gjitha bashkitë me një grup të madh gazetarësh, me të cilët ne do të lidhemi pas pak në radhën e transmetimit tonë të drejt për drejt. Do të shkojmë drejt për së drejti në momentin e parë me Elda Mengën, drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Elda, unë të përshëndes. Deri tani po flitet për një pjesëmarrje të ulët në votime. Megjithatë jemi ende në orët e para. Nëse ke përditësim të shifrave, mund të i thuash? Të përshëndes Juli, në fakt kemi përditësimin e orës 11, është ai i fundit të reflektuar edhe në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku deri në këto momente në 5 bashki të vendit pjesëmarrja në total është 8.19%. Ndërkohë nëse ndalemi sipas bashkive, duket se Mati vijon të mbaj medaljen, mund të themi, të pjesëmarrjes më të madhe, për shkak se deri në orën 11 pjesëmarrja e shënuar është 19.22%. Ndërkohë, nëse i kthemi pas në të shkuarën në zgjedhjet e 2023-shin, në të njëjtën orë matianët kanë dalë për të votuar rreth 20.61%, një përqindje pak më e lartë herën e shkuar kur janë mbajtur zgjedhjet në këtë bashki. Ndërkohë sa i takon Tepelenës, vijon të jetë bashkia e dytë me pjesëmarrje mund të themi të konsiderueshme, pasi është regjistruar një pjesëmarrje në shifrën 15.42%, ndërkohë në zgjedhjet e 2023-shit kemi pasur një pjesëmarrje që kapte shifrën e 18.89%, ndërkohë bashkia Cërik vijon e treta me pjesëmarrje 11.39%, ndërkohë në Cërik në zgjedhjet e 2023-shit kishin një pjesëmarrje rreth 14%. Në Berat aktualisht deri në orën 11 kanë dalë për të votuar rreth 8.46% të qytetarëve, ndërkohë në të njëjtën orë në 2023-shin në Berat kanë dalë të votojnë pothuajse dyfishi i kësaj përqindjeje. Ndërkohë në Vlorë për momentin deri në orën 11 kanë dalë për të votuar 5.12%, ndërkohë në zgjedhjet e 2023-shit në Vlorë kanë dalë në të njëjtën orë rreth 10% e qytetarëve. Duket se vlonjatët me sa duket janë për momentin më pak të interesuarit për të dalë për të votuar. Ndërkohë, një shifër interesante Juli është sa i takon grup moshave, e pikërisht në Vlorë, grup mosha e cila ka dalë në orët e para të mëngjesit për të votuar, është grup mosha që ka shifrën mbi 65 plus, pra mbi 65 vjeç e sipër. Ndërkohë të rinjt, grup mosha që del për herë të parë për të votuar në këto zgjedhje të pjesshme, duket se është më pak e interesuar pasi ka dalë deri në orën 11 rreth 2% e të rinjve nga mosha 18 deri në 24 vjeç. Ndërkohë edhe për bashkitë e tjera pothuajse grupmosha e cila është më interesuar për të votuar në këto zgjedhje të pjesshme të parakohshme janë grupmosha që kapin 65 vjeç e lart, ndërkohë gjithashtu fenomeni i grupmoshave të cilët nuk janë të interesuar me sa duket për qytetarin e parë që do të menaxhojë dhe bashkinë në një periudhë të shkurtër, duhet të themi Juli, pasi mandati i 5 kryetarëve të bashki që do të zgjidhen në këto votime të sotshme pritet të zgjat rreth pothuajse 1 vit e gjysmë, pasi këto janë zgjedhje të pjesshme të kushtëzuara edhe nga fenomenet të ndryshme që çuan në bashkitë, po në zgjedhje të parakohshme, po pothuajse në të gjitha bashkitë pjesëmarrja më e madhe është e grupmoshës që është mbi 65 vjeç. Elda, duam ndalemi pak te Vlora, jo vetëm si bashkia më e madhe, por edhe për interesin e ulët të treguar, sikur se the pak më parë. Por është një interes i ulët i treguar në përqindje apo në shifra, në numër absolut, nëse mund ta quajmë të tillë, sepse Vlora ka numrin më të madh votuesve. Po, është e vërtet, në fakt kemi edhe në përqindje, ashtu sikur se ju thash, është rreth 15.72% janë grupmosha, më falni, të shkojmë te Vlora, rreth 10.28% është grupmosha 65+, ndërkohë do të sa i takon edhe përkthyer në shifra, janë numri që për momentin kanë votuar janë 2.888 votues, të cilët i përkasin kësaj grupmoshe që kanë dalë për të votuar në fakt në çdo palë zgjedhje, jo vetëm në zgjedhjet e pjesshme, por edhe në zgjedhje lokale ose parlamentare. Kjo grupmoshë në fakt është ajo që ngrihet më herët, janë më të zellshmit, mund të themi, për të dalë dhe për të ushtruar të drejtën e votës. Elda, ditën e sotme, Ilirian Celibashi, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka bërë dalje, natyrisht që do të vijojë të bëjë dalje tjera publike. Ti ke patur mundësinë të bësh disa pyetje atij, çfarë ka deklaruar?
Po, është vërtet, në fakt, zoti Celibashi është ndalur dhe të përqindja e ullët e pjesëmarrësve, por me sa duket për momentin komisioneri është optimist që me kalimin e orëve kjo shifër do të rritet për të parë më pas në fund dhe për të pasur një krahasim edhe me zgjedhjet e fundit lokale nëse kjo pjesëmarrje mund të themi ishte e kënaqshme apo jo, pasi ligjet në Shqipëri nuk parashikojnë mund të themi një kuotë minimale që zgjedhjet të quhen të vlefshme, por sado që të jetë pjesëmarrja këto zgjedhje cilësohen të paktën me ligjet shqiptare që janë një pjesëmarrje konsiderueshme, është një e drejtë që ushtrohet pra e votës sipas komisionerit që edhe mos pjesëmarrja është një e drejtë që quhet e vlefshme për qytetarët pra për të marrë pjesë në votime. Ndërkohë ai u ndal dhe në risinë e këtyre zgjedhjeve që është përdorimi dhe testimi i teknologjisë, më saktë inteligjencës artificiale në Bashkinë e Tepelenës, por për më shumë unë ju ftoj të ndjekim një material të përgatitur. Procesi i votimit në 5 bashkit, Vlorë, Berat, Mat, Cerrik dhe Tepelen, përgjithsisht ka nisur normalisht dhe në kohë, ka sqaruar kryekomisioneri Ilirian Celibashi, ku në vetëm 19% të qendrave të votimit ka pasur një vonesë dhe votimi ka nisur mes orës 7 dhe 8 të mëngjesit. Nuk kemi asnjë problem të raportuar në lidhje me përdorimin e pajisjeve elektronike të identifikimit të zgjedhësve. Identifikimi po kryhet në 100% të qendrat votimit nëpërmjet këtyre pajisjeve. Për shkak të mungesës së mbulimit me rrjet GSM, nuk kemi transmetim në kohë reale nga 18 qendra votimi, por ndërkohë në mënyrë alternative jemi duke marrë informacionin edhe nga këto qendra votimi. Sa i përket pjesëmarrjes, deri më tani është në një përqindje të ulët, por të dhënat do të përditësohen në orët në vijim. Por nëse deri në fund të procesit të votimit, pjesëmarrja do të jetë e njëjtë si në zgjedhjet e 2023-shit, atëherë, tha Celibashi, rezultatet pritet të dalin mesditën e së hënës. Problematika që është konstatuar në disa qendra votimi lidhe me praninë e personave të paautorizuar, tani po bëjmë në ndjenjim të këtij faktin dhe do të adresojmë duke komunikuar me qoftë edhe me policinë e shtetit nëse do të jetë nevoja. Është e ndaluar në mënyrë kategorike dhe do të nënshtrohen veprimeve të mëtejshme ligjore nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të gjithë ata të cilët bajnë shënim kush voton, kush nuk voton, kush hyri dhe kush doli nga qendra e votimit, apo edhe më keq akoma të cilët përpiqen të intimidojnë votuesit në qendrat e votimit. Kryekomisioneri ju përgjigj edhe interesit të gazetarëve mbi denoncimin e deputetes demokrate Denisa Vata mbi intimidimin e votuesve në Mat, rast për të cilin tha se do të interesohet dhe shtoi se çdo problematik do të adresohet qoftë edhe në organet e ndjekjes penale. Maksimumi dreka e ditës nesërme do të jetë përfundimi i procesit të numërimit në të 5 bashkit. Pas mbylljes së procesit të votimit në orën 18, për herë të parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të transmetojë live procesin e numërimit të votave për të 5 bashkit, kjo për shkak të numrit të vogël të KZAZ-ve. Mirë, Elda Menga, unë të falenderoj për të lidhje të drejt për momentin, sepse pa dyshim ne përgjatë ditës sotme do të jemi shumë herë së bashku në lidhje të drejt për drejt. Faleminderit, e ndërkohë ne mbetemi në fakt me Elda Mengën, por këtë herë me një material të përgatitur prej saj, sepse zoti Celibashi dha shpjegime për projektin pilot, për aplikimin e inteligjencës artificiale në numërimin e votave, por të gjitha këto duan shpjegime të detajuara dhe Elda Menga na e ka përgatitur. E shohim. Do të aplikojmë numërimin e fletëve të votimit edhe me inteligjencën artificiale dhe do të shikoni të krahasuara rezultatet si në mënyrën manuale të numërimit e vlerësimit të fletëve të votimit, ashtu edhe nëpërmjet inteligjencës artificiale. Tjella me sa duket nuk do të jetë krijesa e vetme virtuale në vend. Ajo do të ketë binjakën e saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për herë të parë, KQZ po teston inteligjencën artificiale në Bashkinë e Tepelenës. Por me sa duket është ende herët për të zvoncuar numëruesit politik të partive. Komisioneri Ilirian Celibashi sqaroi se krijesa e tij virtuale do të testohet vetëm në numërimin e votave dhe nuk do të ndikojë në rezultat, pasi shpallja finale do të jetë vetëm përmes numërimit manual. Në çdo tavolinë numërimi ne kemi të instaluar kamera të cilat regjistrojnë
gjithë procesin e numërimit të fletëve të votimit. Fletët e votimit vendosen mbi tavolinë, filmohen të gjitha ato lexime, filmime të fletëve të votimit nëpërmjet një programi kompjuterik. Do të bëj leximin automatik sistemi, kamera do ta kuptoj ky sistem duke përdorur inteligjencën artificiale se për kë është votuar, pa pritur që të bëhet tabulimi i rezultatit nga anëtarët e grupit të numërimit. Pra, çdo fletë votimi vjen dhe transmetohet leximi i kësaj fletës votimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky test, me sa duket, nuk është vetëm për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por edhe për numëruesit politik të partive, pasi nëse ata gabojnë, inteligjenca artificiale do i zbulojë për t'i zëvendësuar ndofta në të ardhmen.